diskutuar për të marrë ndërtimin e kombëtarëve shqiptare, pasi Silvinjo nuk po ka ato ure të qeta. I pari shqiptar është Besnik Hasi. Mendoj që do ishte një zgjedhje perfekte deri diku, Deri për diku arsye sepse perfekte. flet shqip. Dhe do doja një trajner shqiptar, vetëm për t'ju dhënë atë frymën e grupit dhe për të ndjerë fanelen akoma dhe më shumë, pavarësisht se lojtarët nuk i akuzoj dot për këtë pjesë. Domethënë, do ishte mëkat dhe do ju hyja në hak nëse i akuzoj se e ndjejnë fanelen apo se ndjejnë. Domethënë, do doja një trajner shqiptar vetëm sepse dhe ai ta ndjente përgjithësinë dhe ato çfarë njerëzit thonë që kur shqiptarja është gënjen. Shiko, I përfolur është, i përfolur dhe shpesh i komentuar që është e i përfolur, por nuk mendoj që do i bashkoj kombëtarës. Është trajner që do të diskutojë dhe t'i ketë lojtarët vazhdimisht në kontroll, edhe gjithashtu për diskutuar me ta për çdo lloj skeme, për të folur do analizë nga 3-4 orë, lojtarët e Dinamos madje ankohen disa për të, që mos themi emra si ju hapin probleme, që për te kombëtarja nuk mendoj që do ishte efikas sa ç'është një ekip. Mendimi im, është një trajner që është shumë i mirë me skemat dhe me vendosje taktika, teknikën, është dita lexoj lojën shumë, është nga më të mirë në Shqipëri, por nuk mendoj se është njeriu i duhur për të udhëhequr kombëtaren. Jo trajneri i duhur. Ka dërguar 3 herë ekipet që ka patur në kompeticione europiane, ekipe shqiptare. Si trajner, po, 2 por herë jo si Ballkani, 1 njeri. herë Skënderbeu. Më fal, se më vrau veshën e fjalia tani. Lojtarët Dinamos ankohen që Daja i bë ka leksione 3 orë. Brother, you're fucking paying good for that. Je futbollist. Si mund të ankohesh që të bën tjetri leksione 3 orë? E te pron. Po çfarë si ka, janë leksione që përkthehen në fush. Po sigur Si mund të ankohesh për këtë gjë më vëlla? Nuk u përkthyen 9 javë. Ti mendojnë që realisht mendojnë që futbollistët po të ishin aq zgjuar do shkonin të luanin futboll, ata kot nuk luajnë futboll. Nuk janë marrë me leksione. Po këtu kemi një problem tjetër, që ka fajin Daja për këtë. Që kështu ju lutem. Te një trajner shqiptar mendoj që do ishte pak ajo pesha e fjalës se do i binte. Patjetër. Sepse vetë natyra shqiptare është që ne kur kemi një tuaj përballë respektojmë pak më tepër, si natyrë. Kur kemi shqiptar themi Pra ti po thua dhe që krau tjetër që presioni që do bëjë një trajner shqiptar nga rrethi i familjarëve dhe i atyre që ndikojnë te lojtarët do ishte dyfish më i madh. Mendoj se që një një trajner trajner tuaj. profesionist nuk i intereson fare Po, çfarë kur ty të bie telefoni 7 herë në javë. Shiko, numër. Është Jo, po kur të bie dera. Po më kur të bie pëlqen dera. shumë se do ta mbaj gjën të butë, nuk ta mbaj kështu. Po Presioni të nuk bie vjen dera thotë më. Presioni nuk vjen nga familjarët. Vjen nga Armando. Si ti qesh? Se do ta mbaj shumë mirë, a kupton? Tani, Presion nga familjarët. Por u thash nga rrethi i afërt. Rrethi i afërt që dikush janë. Problemi dikush di me Dajën te kombëtarja jon, se Daja s'pare ka qef lojtarë që paguhen fort, paguhen mirë. Dhe kur Kombëtarët mori veç vesh pagat e këtyre që kanë kështu, do të futja sin lojë. Të ata është teme për sort, tani kështu thonë që çoçi diti sa lek marrin lojtarët dhe s'pëlqen shumë kur e di. Kur marrin fort. Tani kështu janë thashë temet. Jo, shiko. Cannavaro. Jo, shumë me njësoj si Silvinjo. Cannavaro. Do ishte mirë për deklarata, për konferencat për shtyp, do ishte mrekulli për Federatën Shqiptare e Futbollit, por jo për kombëtaren shqiptare. Mbaj mend që Cannavaro një herë ka ardhur para një viti për një Sa që seminar. kishin një sebeb në Po, këtu. ka ardhur, pra kontakte me Federatën i ka. Diçka të vërtet ka. Por rrugtimi që ka Cannavaro si trajner, Guangzhou, Al Nassr, Kina, që janë 3 ekipe që kanë paguar shumë besoj, duke ditur sa lek japin këto. Pra rroga problemi i parë. Po s'ta ka patur eksperjenca të Benevento dhe Udinese, dhe tani ka Uzbekistanin, i cili është kualifikuar në botror. Pra ky do të jetë aktualisht trajneri botrorit. Dhe më duket Deri korrik nuk e kemi. Duket shumë e vështirë pak për të bashkuar Shqipërisë, por jo e pamundur. Unë uroj që të jetë e pamundur, nuk më pëlqen si trajner për kombëtaren shqiptare. Nuk e shikoj, domethënë unë mendoj që do na mbyllte përsëri mbrojtje, ne mbrojtësat Italian. Po pra, italian tipikisht. Dhe mendoj që kombëtarja shqiptare mbrojtjen e ka tani më të afirmuar, ka mbrojtësa shumë të mirë. Van Bommel. Hop. Këtu më qeshi shpirti mua. Sepse ka qenë në Bayern. Jo, nuk e kam këtë pjesën që ka qenë lojtar i Bayernit, e kam këtë pjesën sepse me çka kam dëgjuar nga 2-3 lojtar, nga kontakt, domethënë janë 2 intervista për Van Bommel, është një trajner që i merr lojtarët individualisht dhe flet me ta, punon me secilin lojtar dhe ju shpjegon se çfarë kërkon nga ata. Përpiqet që të marrë psikologjinë e lojtarit në funksion të asaj çfarë ti i nevojitet. Dhe plus duke mos harruar që ka një grind dhe në fushë ka patur një grind shumë të madh. Po, lojtari që ka luajtur me nivele shumë të larta, patjetër. Ka luajtur me nivele shumë të larta dhe ka një grind. Gjithashtu pozicioni i tij që ka qenë në lojë, ka qenë shkatrues, duke qenë i tillë
Mendoj që ne kemi nevojën për një lojtar të tillë që shkatron dhe organizon në të njëjtën mënyrë. Dhe ky ka qenë një lojtar që realisht do ju jepte shumë nga eksperjenca e vet lojtarëve të kombëtarëve shqiptare dhe do e bashkonte akoma edhe më shumë grupin. Për shembull, po marr një lojtar të kombëtarëve shqiptarë Mirlin Daku që mbahet për grind, ky do ishte trajneri perfekt për të nxjerrë më të mirë Dakut. Mendimi im. Ka patur më pak ekipe nga të gjitha emrat që tham, ka patur vetëm 3 ekipe, por ka bërë mirë me të treja. Po. PSV-n ishte mirë, Wolfsburg ishte mirë, te Antwerp fitoi kupën dhe pastaj kampionatin. Kampionatin dhe 66 viteve që nuk e po, dhe fiton. çoi për herë të parë në zonën Champions. Vota ime shkon për këtë. Silvinho, Po, do të qëndroj. Kishte sjep dot më. Unë mendoj që Silvinho është konsumuar me kombëtarë dhe ka diçka, lojtarët vet Nuk e duan më. janë më përqafues ndaj atij. Ka lojtar individual, pa përmendur emra, të cilët nuk e duan më se i kanë ngrënë hakun gjatë Europianit, gjatë eliminatorëve, gjatë play-offit. Duhet t'i jepet shansi të drejtoj ligën e kombeve, pasi në rast se fiton grupin e ligës së kombeve, ky tipi ka një shans për Europian më shumë dhe në rast se shkon Europian nuk ka më justifikime pasi ka eksperiencën e 2022-shit. Po, më fal, Pse më mos ja lëm këtë shansin, por ta presim tani? Më fal. Ti ke një projekt më afatgjat. Që do shkosh në Europian, por ndoshta edhe botëror. Por më rëndësishme akoma, të krijosh një bazë ekipi, cilën ti nuk po e bën dot. Ti ke një lojtar i cili të vjen ty kulm karriere, Ernest Muçi, dhe ti nuk e ingranon dot me grupin. Ti ke një lojtar që të vjen në kulm karriere, Mehmeti nuk e ingranon dot me grupin. Pas 3 viteve, 4 viteve kur të vi botërori tjetër, ta do jenë nga 30 vjeç. Dhe nuk provoj lojtar të rinj. Nuk i ke marrë më të mirë grupin që ke. National League kishte për të provuar lojtar të rinj. Problemi jot, ke një keq menaxhim të situatës dhe po ta jap me Adrian Bajramin që iku te Zvicra. Tregoj që mund bësh kombëtare më të mirë nga lojtarët që ke, pastaj t'jap dorën, thon faleminderit dhe po nuk na çove. Dhe po nuk na çove. Po kur ti pse mluni match për Cila se është nuk po loja bën më më të e mirën bukur pra. që ka bërë kombëtarja shqiptare në ndritimin e Silvinho sipas teje? Më thuaj Po te. nuk më intereson loja e bukur. Ky bossi, ky zotria më çoi në Europian. Në Europian. Të çoj golat e Yasir Hasanin e Që Yasir Hasanin e solli. Ky se asi tjetër nuk e kërkoi fare. Problemi është që ti aktualisht je pa projekt, pa plan, ti nuk di si bën golin, nga të vjen goli. Ky është problemi kombëtarës që nuk po ndërton dot identitet Sepse loje. zotria nuk ka sulmues para. Pse Ka hoqi? pat grupin më të mirë lojtarëve që ka pat në Shqipëria. S'ka sulmues para, ka Mirlin Daku, ka Daku dëmtu. Ore, Flute. pse s'mori Kristian Shpendin? Po ç'a shpendin seri B. Ore, Si ti me ç'a qenë pretendon? kategori superiore. Ore, Ti ç'a pretendon? Ore, ç'a pretendon ti? Pe nga Bundesliga e dytë mori ai Frankofoda lojtarët e Po çe? Kosovës. Ti këndo. Mjafton të luaj o shok. Ti një herë thua ka lojtarë që s'luan dhe kur ka lojtarë që luan thonë është nga Seria B. Po ashtu i kishte edhe Debiazi më nga Seria B. Mundësisht Debiazi kishte ndonjë që ishte gati për transferin C. Jo, Mirela Xhaja do i kapte shpulla gjysmën e njerëzve atje. Pse? Kjo taktika nuk e di do funksionoj, po nuk e di ka provu më para, por Trajner e femër, interesante. do ishte një Një trajneri si Mirela Haxhiaj, vetëm do i gjonte herë budalli që çfarë do thonin gjithë, edhe pastaj do futet do i ktheni gjithëve. Mbylleni. Tani është rradha ime. Por jo, nuk do. Po për formacionin apo Po lushin çunat në 100%, se dhe i karikonte. Ja, nuk jam. Ose dhe kërcenote me biseta. pas që për shkon finale botërore, Kush nuk bë gol publikohet. mendoj Ti koshunat. Ja. Është nuk e moj. Jo, Mendoj mos një. ishte se mohojmë që na shkruajnë absolutisht. Oh, Hammer Pisa. Prandaj nuk e kanë mendjet e Prandaj Po vini vare. një me melatoninju. Jo, prit të mbaroj man thos ti më një mua si ja. Unë jam shumë korrekte me në mënyrën se si flas me njerëzit. Nuk i ngatroj gjërat. Domethënë nëse un kam folur me futbollistët, kam folur për informacione apo kam kërkuar që të di se çfarë po ndodh dhe gjendjen e tyre që a janë në gjendje të luajnë apo s'janë apo kanë ndonjë Ka problem. informacione, fal, çfarë pozicioni lua fush? Prit. Se pyetja është kjo. E kanë prishur gjumin çunat me fol me ty? Jo. Si jo, deri çfarë ke fol? Ora unë orë 11 fle gjumë për vete. Aha.